Deputeti i PDK-s Artan Berhami ka reaguar në lidhje me një deklaratë që deputeti i LDK-s Besian Mustafa e bëri se sipas tij LDK-ja pati bërë gabim trashani kur kishte votuar Hashim Thaçin për president të Kosovës. E për këtë Berhami thot se në këto 5 vjet Hashim Thaçi më shumë ka frymëzuar shqiptarët nga 12 metër katror të qelisë së tij në Hag se sa të tjerët me 11.000 kilometër katror të Kosovës së lirë, e për të cilën thekson se nuk kanë asnjë merit. Berhami shton se edhe shumica kanë hyrë në politikë dhe kanë marrë poste publike, duke u munduar të demonizojnë Hashim Thaçin dhe asnjëherë duke ofruar vizion apo dhe zgjidhje për Kosovën. Shumica prej juve keni hyrë në politikë dhe keni marrë poste publike, duke u munduar të demonizoni Hashim Thaçin, asnjëherë duke ofruar vizion dhe zgjidhje për vendin, por ajo kohë ka kaluar, nuk ka më poste publike që burime kanë urrëtitjen, thikat pas shpine as shortcuts. Hashim Thaçi në këto 5 vite më shumë ka frymëzuar shqiptarët nga 12 metër katror të qelisë së tij se sa ju me 11.000 metër katror të Kosovës së lirë për të cilën nuk keni asnjë merit, ka shkruar Berhami. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, është përfshirë në debatin që u iniciua nga deputeti i këtij subjekti politik, Besian Mustafa. Ky i fundi deklaroi se LDK-ja ka bërë gabim trashanik kur e ka votuar për president Hashim Thaçin nga Partia Demokratike e Kosovës. Çmike të razuar mercenarët o Besian, shkruan mes të tjerash Abdigjiku në një postim në Facebook, i cili ka ngjallur shumë reagime pasi të gjithë prisnin që ai të jepte dorëheqjen pas humbjes së LDK-s në zgjedhje. Besiani, një politikan shembullor, e LDK-ja megjithënë nuk kanë frikë nga zhurma, shprehet më tej Abdigjiku. Por ja çfarë shkruan kreu i LDK-s në postimin e tij të plot. Çmike të razuar mercenarët o Besian. Besiani, një politikan shembullor, e LDK-ja megjithënë nuk kanë frikë nga zhurma, as nga sulmet e paguara. LDK-ja nuk matet me tituj portalesh, mercenarizimi e as me opinione të porositura nga dëshpërimi se nuk i fusin thonjë dot tek antarësia e LDK-s. Nuk po ju dëgjojnë, nuk po ju llogarisin. I keni partitë tuaja, mbajeni dumën e pazareve mes tyre. Ka kush merret me LDK-n, veç ju dhe partitë tuaja kur jo. Kjo shtëpi e ka antarësinë që e do pa kushte, që e mbron në ditë të vështira, në sulme, në zhgënjime. Sa herë që LDK-ja është sulmuar ka qenë sepse ka qenë fort nga brenda, dhe kjo i bën nervoz, sepse uniteti ynë në të mirë e vështirë, sidomos në të vështirë, është pengesë fatale për pazaret, për pushtetet e lehta dhe për interesa primitive. Sulmet nuk na dobësojnë, por na bëjnë më të qartë pse jemi këtu. Ne nuk do të përgjigjemi me mblef, do të përgjigjemi me punë, me program, me besim të shtetit dhe qytetari, me njerëz të saardhmes, mos sikurse Besiani. Kjo është përgjigjja jonë, qetë, drejt, edhe përpara. Trazimet le të vazhdojnë, hapur madje, le t'i ballafaqojnë mercenarët dhe parat që i aktivizojnë kundër njerëzve më të mirë të lidhjes, sikurse Besian Mustafa.